parasysh që jemi në një ngërç politik për një proces tjetër politik. Nuk du me po parashikime, edhe njerë po them, po nëse shohim qasjen që ka qenë, nëse mediat punojnë kundër interesit Kosovës, si që është thonë, nëse sindikatat jënë kundër interesit Kosovës, nëse gjykata kushtetuese merr vendime që është kundër interesit Kosovës dhe i bot ftesë gjykatës kushtetuese me hi me marrë pjesë në zgjedhje, atëherë kjo i bjen që kemi të bëjmë me diçka që në literaturë njihet si erozion e institucioneve, gryrje e institucioneve, mbjellje mosbesimit ku ti nuk beson në asnjë institucion. Mendoj që ky është emrusi kryesor i përbashkët i shumë zhvillimeve sot në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, na shohim edhe në vende tjera që ndodh kjo. Dhe kur i shtojmë kësaj edhe problemin me inflacionin, ndërsa që kemi një kuvend që është i pezullum, pra efektet e ngërçit që i kemi pas vitin e kaluar, efektet e këtij cirkut politik në ekonominë evidente, për shembull rritja ekonomike në vitin 2025 e Kosovës është më e ulta prej vitit 2018, nëse heqim vitin 2020 që ka qenë vit i jashtëzakonshëm pandemik. Dhe nëse vazhdon me ngërçet e tilla, probleme institucionale, atëherë shumë e qartë që efektet negative në ekonomi janë shumë të pritshme. Ke qenë pjesë e kabinetit të qeverisë kurti 1 edhe pastaj nuk ke qenë më aktiv në politikë. Pse e largu prej? Preferoj shumë ma shumë me folë për të tashmen se për të kalumen. Nëse flasim shumë për të kalumen, i bjen që nuk kemi aktualitet ose nuk kemi të ardhme, kështu që preferoj me folë shumë ma shumë për atë se çfarë ndodh tash. Arsyet kryesore kanë qenë arsye personale. Çfarë shetash prej jashtë punën në aspektin ekonomik të menaxhimit të këtyre situatave? Natyrisht në shumë aspekte ka përmirësime, në disa aspekte ka regres. Në përgjithësi nuk ka ndryshime të mëdha strukturore të cilat kishim dashur me i pa. Që thash më herët, nëse shohim për shembull strukturën e kontributit të industrisë përpunuese, pra të prodhimit vendor në ekonomi, mbetet aty ku ka qenë. Shohim që ka ndodhur formalizim i vendeve të punës, që është politikë pozitive, por shohim që rënja e papunësisë është shumë më e madhe se sa ngritja e numrit të atyre që janë punësuar viteve të fundit. Por një politikë nuk duhet me qenë